Jemi në studio, jemi në hapësirën e Marcel Rupit, I cili është bërë gati sot që të marrë qytetarët dhe mendimet e tyre të na i sjellin në studio. Marcel, përshëndetje. Mirëmëngjesi, përshëndetje Klevi, mirëmëngjesi të gjithë ju që na ndiqni live këtu në shesh, domethënë pa shkuar në sheshin Skënderbej, por jemi këtu afër te kjo tip pedonale që njohin të gjithë afër ish bibliotekës, të gjithë e njohin këtë vend, të gjithë qytetarët, madje ka nga ata që presin edhe radhën për të folur para kamerës son. Sot do të flasim pikërisht për problemet tona, dikur apo tani jemi më solidarizohemi më shumë me problemet e njëri tjetrit. Kur ka qenë periudha, dikur apo tani, dhe si solidarizohemi kështu me fjalën e mirë, për shembull, asa keq më vjen, apo me veprime, ndihmojmë njëri tjetrin me para në dorë, apo si, cila është forma më e mirë që do të përpiqem për të marrë qytetar. Ja kam një zotëri këtu që është duke pritur do ta marr patjetër intervistë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Si jeni? Po s'ka gjë, me që po më dëgjon, edhe unë po vi direkt tek ju. Tani, dikur apo tani solidarizohen më shumë shqiptarët me problemet e njëri tjetrit? Kur? Dikur apo në këto kohë që jetojmë? Sa ka fillu? Sa ka fillu? Sa ka fillu qa? Solidarizimi? Po, sa ka fillu? Me protestën që bën, sa ka fillu? Po flas për parti politike, po flas për solidaritet mes komshimve, familjarve, njerëzve, shokve, në punë. Vetëm s'kan ngel shqiptar këto, unë habitem se sa shqiptar dullën në protestat natës. Po e flasim për hallet tona i herë. Po çfarë hallesh me 50.000 lekë vjetra, hall? Si solidarizohemi ne? Si ndihmojmë njëri tjetrin? Me fjalën e mirë, me para, me veprime tjera, si? Po si, themi vetëm vjen keq. I ka allamoth i madh, hajdut i madh. Pra, ju si keni ndihmuar, për shembull, ndonjë familjar ose ndonjë shok në një komshi? Si, me para, me fjalën e mirë apo me veprime tjera? Para s'kam. Si e keni ndihmuar për këtë? Mirë, e kam ndihmuar, sa kam mujt, po vallafe nuk bëhet gjë. Paraja, kush ndihmo, kështu. Po. Ju kanë ndihmuar ndonjëherë ju dhe nga ana ekonomike? Po, më kanë ndihmuar. Okej, dhe jeni dashamirës sigurisht, jeni falënderues. Nuk diskutohet. Më vjen mirë nëse në rrethin tuaj ka kaq shumë njerëz që janë solidar, pra solidarizohen me problemet e tuaja dhe ju me të tyre, pra njëri tjetrit. Ta Armenia më kanë ndihmuar. Shumë faleminderit zotëri. Mira. Ja, si nisëm këtë mëngjes me fjalën e mirë që shqiptarët solidarizohen me problemet e njëri tjetrit, të paktën sipas zotërisë që kishim këtu, dhe madje edhe nga ana ekonomike, jo vetëm nga fjala e mirë, por kur është mundësia edhe nga ana ekonomike. Do të shohim, të marrim një tjetër prononcim. Mirëmëngjes, a solidarizohen shqiptarët me problemet e njëri tjetrit? Po kaq, po apo jo? Nuk kam kohë shumë. Se ke kohën? Atë kishte kohën, si përgjigje ajo ke, po s'ka kohën se duhet lëvizje, duhet hiki, ka punë. Kështu që do ta kapim një moment tjetër zotrin fundjavë, ndoshta që e ka kohën e lirë, edhe do na pres. Do të shohim, do të kemi prononcime të tjera, megjithse për momentin sheshi është pothuajse i zbrazur, ndoshta kanë shkuar më herët nga Afrika e Shiut, kanë shkuar më herët në punë, janë nisur më herët se sa ditët e tjera. Por do të shohim se do të kemi mundësinë të na përgjigjen. Mirëmëngjesi. Sot apo dikur janë shqiptarët më solidar me njëri tjetrin? Okej, edhe zotëria nuk ka nevojë, mjafton ta thoni që nuk duat përgjigje. Të erdhi një herë drejt Marcel, më trembe. Edhe nuk ka nevojë shmangja. Po, ja, kemi zotëri tjetër, besoj që do të flasi. Mirëmëngjesi. Dikur apo sot janë shqiptarët më solidar me njëri tjetrin, solidarizohen me problemet e njëri tjetrit? Dikur. Dikur? Po. Ka sot më solidaritet në tërmet njëri tjetrit. Po sot. Rrishin kom qitë pishin kafe me njëni tjetër, rrishin shpia të hapë, deri në dhajt dargës. A e ndihmonit në probleme, se kështu për të ngërë për të pirë po? Nuk ka solidaritet. Mollë, jo, shumë pak ka solidaritet. Po pse me ndonë? Përse, se ka hy kapitalizm. Deri në dhajtën e në ditët tonë. Njerëz janë të ftoftë, nuk e duen shumë njëni tjetër, nuk kanë shumë afrimitet, se që ka pas dikur. Ju ka ndodhur për shumë dhe në këtë kohë të ndihmoni dikë? Po, e në kohë socializmit, jam mënu me një mu fukarën, që kanë qenë rrugë, jam launi 200 lek, 500 lek, e në sot e kësaj dite, po të kem lek, ja fukarët e 1000 lek. Përveç anës ekonomike, a ndihmojmë edhe me fjalën e mirë me njëri tjetrin, me veprime të tjera që ndoshta nuk janë direkt para në dorë? Përveç ekonomisë, po e ndihmojmë. Ka për shumë gjëra të tjera, thotë shiko, më duhet një gjë, thot filan vend, thot ti e njeh atë personin. Ai thuj çik se mua s'ma jep, thot për shembull.
pa para në dorë, pa para, duhet një nder, një gjë, po nuk e njoh, me thot. bojnë nder Ja tjetër, kërkon ti nderin për mua, thot. Po, E bën, ti je solidar. E bëj. Të tjerët e kanë bërë kashiteje? Të tjerët nuk e di, unë flasë për vetën time. Ka ca që e bëjnë, ka ca që nuk e bënë si avarin fare. Qofse do me ditë. Pra sot ka rënë, po thua, Njeri, ka rënë ky solidaritet? interesin e vetë, ka rënë shumë. Ama ekziston prap. Ekziston, po Nuk ekziston. është shuar se. Ekziston qofse rritet ekonomia e shqiptarëve. Ekonomia do thot lego, paraja. Pra do ta kemi mundësinë që ta ndihmojmë tjetrin. 300.000, ose të paktën 200.000, 250, më bo pensioni. Qa bën ti me atë? Ka shumë solidaritet dërmjet njëri tjetrit. Po ta kesh pensionin 300.000, Ja, po se kam Ke- sot për sot i qetri lojt e kam. po ta kesh them 300. I jep pastaj. E në ty do t'jap, që e miri se Mua? Po, me ty. Unë do kërkoj që ta kesh 300 qofse marr unë. Në rregull. Ka gjithsesi shumë faleminderit që ndaluat. Je keq. Unë e pëlqej solidaritetin Faleminderit. dërmet zotri. njëri tjetrit. Faleminderit dhe ditë të mbarë. Po inshallah, qeveritarët në nderojnë, i rrisin rrogat, gjithë populli shqiptar, që jetojmë si Evropa, se që mojnë ato. Se jetojnë shumë më mirë se ne. Ja kjo e gjithë. Faleminderit. Faleminderit. Ditë të mbarë, zotri. Ditë të mbarë. Ja një zotri tjetër i cili e pohoj që vërtet është ulur solidariteti për hir të kushteve që kemi, por nuk është zemër. Mirë, zotri ishte zemër mirë, tha po ta kem pensionin Në 300. momentin që shqiptarët më jep të dhe mua bile. Edhe sa, ty nëse do kam t'jep dhe 300, lek. t'jap dhe ty. Kështu që unë jam i pari që luftoj që zotria ta ketë 300 pensione që të marr unë ai gjë, se ndryshe ku do marr unë pastaj. Kështu që është logjike, është logjike. Lidhen gjërat, lidhen. Mirë, do të kemi mundësi për të marrë të tjera prononcime, megjithëse për momentin e kemi, nuk e di, si e kanë bërë me fjalë, kanë thënë hapni pak rrezën nga Marseli që mos na marri, filloni largohuni, filloni bjerni nga sheshi Skënderbej, vazhdoni te nga ish teatri këtu, mos i bini aty në mes. Po gjithsesi ka njerëz të cilët duan të flasin për çdo mikrofon dhe ne do t'i japim mundësinë edhe atyre. Kam një zonjë e cila besoj që do të ketë edhe dëshirën dhe mundësinë për të folur. Mirëmëngjesi, a janë solidarë sot shqiptarët me problemet e njëri tjetrit? Ja, nuk ka dëshirë zonja, s'ka problem, do të kemi personat të tjerë që do ta kenë edhe dëshirën për të folur. Do doja faktikisht për mikrofonin ton çdo mëngjes të kishte më shumë edhe të rinj, jo thjesht moshat të tjera, të kishte sa më shumë të rinj, por ata e kanë gjithmonë më me nxitim se sa të tjerët. Mirëmëngjesi, a janë sot shqiptarët solidarë me problemet e njëri tjetrit apo ja? S'janë, ha? Okej, do më thënë, përgjigja ishte e qartë, Klevi ishte ishte një përgjigje kuptim plot. Do njëherë nuk duhen fjalët, nuk është nevoja për fjalët, shprehemi në të gjitha format dhe mënyrat që kemi. Kam një zotëri që është duke ardhur këtu, besoj që do të ketë kohën dhe mundësinë për të na folur. Mirëmëngjesi, sot apo dikur janë shqiptarët më solidarë me problemet e njëri tjetrit? Gjithmonë, jo vetëm sot apo dikur, po gjithmonë janë ngel me probleme. Gjithmonë kanë ndihmuar njëri tjetrin, po sot janë më shumë apo dikur? Sot janë më shumë. Më shumë solidar? E ndihmojnë më shumë njëri tjetrin sot? Jo, sot nuk e ndihmojnë hiç. E pra, kanë qenë më dikur më shumë. Po thonim. Pas më afërmejt e më mirë kanë shku tanë njëri me tjetrin. Tash janë harru gret. Si ndihmojnë më Kanë shumë? Me kanë fjalën e mirë, me veprime apo me para në dorë? Si? Me çdo gjë kanë ndihmu. Me çfarë të kishte? Me çfarë kanë pas mundësi. Po mirë, Dikur kanë pas thënë për Evropian janë njerëz të tash na bë më ftoft në sa ato. Po mirë, kam përshtypjen që edhe sot ekziston, jo në ato nivele apo zero thotë. Ka shumë pjesë ndryshme. Ti për shembull je solidar me problemin e një komshiu, familjari, shoku, kur thotë ai kam këtë problem, thotë ja qan hallin. Bo me pas faktin, po. Në radh parë qan një herë me fjalë, pra e ndihmon moralisht. Normal. Ha? Po më ne ekonomikisht, po ke Ekonomik. mundësi. Po nëse ai të kërkon që ta ndihmosh me një veprim, po jo me para në dorë, thotë thuj pak filanit, thotë më bëj këtë gjë, të lutem. E ndihmon apo i thu çpunga unë me hallin tënd? Po s'munemi në hy tjetër, do në me thonë tjetërit me një mu tjetër, në kupton? Gjithse kush e bën si mos... Ti e ke shok, thotë ai, ti e ke shok, thotë ta S'mund ndihmosh. t'i thonë, unë kur s'munemi thonë për shkakun për veti, si kam i thonë për tjetërin.
Ja, edhe zotria me që na afrohet, por gjithë dhe zotria tani për mikrofonin. Normale. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Gjesi, si jeni? Shqiptarët janë sot më solidar me problemet e njëri tjetrit apo dikur? Po, dikur kanë qenë patriotik. Tani nuk jam në ata që kanë qenë, kupton. Sot ka ndryshuar çdo gjë, kupton. Sot nuk njeh komshiun. Pra, nuk e ndihmojnë thua ti njëri tjetrin sot, Duhet ta familjarë. mbyllim avash Marcel. Nuk njeh komshiun, kupton. Tani E kuptoj. Një E kuptoj. Mirë, faleminderit zotëri, faleminderit e ditë mbar. Ditë mbar. Këto ishin prononcimet e fundit për Sot bërë ditën e nami sotme. Marcel, nuk e di si ndodhe ka shumë Unë uroj- njerëz. Po, pra, varet nga dita. Do të jemi sërish nesër, Marcel, faleminderit shumë për energjinë e mirë edhe për gjithë qasjet e qytetarëve. Kjo është gjithçka përgatitur për koha për të zgjuar për ditën e sotme. Bashkë do të jemi sërish nesër në orën 7:00 deri atëherë kaloni sa më bukur.